Përshëndetje nga sofra shqiptare. Përsëri sonde motra dashura jemi së bashku për sifir, ku do përgatis një sifir tradicional me bukë pogaçe, me hirrën e djathit dhe fërges, një sifir i shishëm, një sifir i shpejt, tradicional, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni video në vazhdim. Filloj me përgatitjen, kështu në një enë më të madhe e hedhim një lugë të mesme të mbushur plot me maja buke pluhur. Qofse përdorni maja buke të freskët, atëherë do e hedhni vetëm gjysmën e katrorës. E shtojmë në enë, shtojmë 200 ml me qumësht të ngrohtë, jo të nxehtë, por të ngrohtë, sa të aktivizohet maja bukës e përsisë. Tash ja shtoj 200 ml me lëng djathi. E përsim masën, ja shtojmë një vezë të plot. Përsëri derisa përhapet veza. Dhe ja shtoj millin. Milli nuk maltet asnjëherë, derisa të formohet një brumë me trashësi mesatare. Shtoj në fillim një pjesë të millit. Ja shtoj vetëm pak krip, pasi lëngu i gjathit ka krip dhe nuk nevojitet më shumë. Dhe shtojmë një pluhur për pjekje. Tash masën fillojmë kështu që ta punoj me një lugë derisa ta formojmë një çullë të trashë. Kemi formuar një çullë të trashë, tash përsëri do shtojmë miell dhe masën fillojmë që ta punojmë me dorë. Pra e mbledhim brumin, kështu, duke e punuar. Punojmë 3-4 minuta derisa ta formojmë një brumë me trashësi mesatare. Kam punuar brumin dikon rreth 5 minuta derisa pothuaj plotësisht është larguar nga dora. Tash enën ku ndodhet brumi e mbulojmë dhe lajmë që të pushojë për 30 minuta në ambient derisa brumi i pogaçës të pushojë, ne përgatisim fërgesën. Ktu kam 3 speca, 2 të kuq dhe 1 jeshil, ju mund të merrni vetëm speca jeshil apo vetëm të kuq, ose kështu t'i përzini si që i kam përzirë dhe unë, dhe marr ju largoj farat. Largoj farat dhe bishtat dhe do i coktoj. Ju mund t'i coktoni në copsa gjata apo të rrumbullakta, mirë po unë do i bëj kështu në copsa gjata. Dhe në mënyrën e njëjtë do veproj me 3 speca. Ju mund të merrni speca për atë sa persona të gatuani, mund t'i përshtatni recetës. Për mua janë mjaftueshëm këto 3 speca. I hedhi në një enë. Pasi kam bërë coptimin e specave, atëherë do i fërgoj, marr një tigan dhe në të hedhi vaj. Vaji është nxehur pak, atëherë i hedhim speca dhe kështu i përzijim vazhdimisht në temperaturë mesatare bëjmë përgimin, derisa specat të zbuten mirë. I përzijim pa ndërprerje. Specat janë zbutur mjaftueshëm, kanë filluar të skuqen. Tash do ja shtojmë 2 lugë gjelle me miell, vetëm se ulim pak temperaturën mes sultës dhe të mesmës që mos na digjet mielli. Dhe fërgojmë kështu për 2-3 minuta duke e përzierë vazhdimisht, derisa mielli fillon që të merr një ngjyrë kafe të hapur e fërgojmë. Mielli është skuqur mjaftueshëm, tash ja shtoj një gotë me qumësht.
gota 200 ml. Qofse përgatitni më shumë, atëherë do i shtoni më shumë qumësht dhe e përzim kështu për disa minuta, ja shtojmë dhe pak krip, një lugë mesme me krip. E ulim temperaturën minimale dhe e përzim vazhdimisht për disa minuta kështu e mojmë tigoni në zjarr, derisa qumshti të trashet në një formë kremoze. Pasi qumshti është bërë në këtë formën kremoze, tigonin e largojmë nga zjarri. Marrim një tigan tjetër ku kam hedhur gjallë. Gjallët mund të shtoni sipas dëshirës dhe i zjarrin dhe në temperaturë mesatare e shkrijnë gjallë. Gjalpi është shkrijer plotësisht, tash ja shtojmë biberin e kuq dhe kështu vetëm se disa sekonda do e mojmë në zjarr me biberin e kuq. Besoj se është mjaftueshëm e fërguar biberi i kuq dhe gjalpi. Tash do ja hedhi fërgesës sipër. Ka dalë shumë mirë. Dhe e përzim, rrisim pak temperaturën. Dhe kështu rreth 2 minutave e përzim që gjalpi të depërtoj nëpër të gjithë fërgesën. Fërgesa është gati që ta largojmë nga zjarri. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Brumi i pogaçës ka pushu mjaftueshëm, e largojmë nga ena dhe e kalojmë në tavolinën e punës. Kështu e punojmë pak në enë. Hedhim miell në tavolinën e punës dhe e kalojmë brumin. Brumin e punojmë derisa t'ja japim një formë trombullakët dhe të lëmuar. Besoj se mjaftueshëm. Dhe tash vetëm se do e hapi kështu me duar apo me anë të shkopit për gatim. Tash e marrim një tepsi, cilën kam hedhur vaj, e lyjm tepsinë me vaj dhe e kalojmë pogaçën. Kështu edhe një herë do e punojmë në tepsi. Dhe pogaçën tash do e lyjem me një të bardhë të vezës. Kështu e lyjm sipërfaqen, nuk e lyj me të verdhën sepse do skuqet shumë gjatë pjekjes. Kështu me të bardhën do jepet një ngjyrë tamam e duhur dhe një kore e shishme do i bëhet. Kemi bërë lyrjen e pogaçës nga pjesa e sipërme, atëherë do e dekorojmë me një të tillë si kjo. Ju mund ta dekoroni me një gotë apo me çka doni ju. Do i bëhet një pamje e bukur. Dhe pogaçja është gati për pjekje. Gjatë përgatitjes e kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki rreth 25 minuta. Pogaçën e kam larguar nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, sipër do e lyjm pak me gjallë, kështu që t'i zbutet koreja dhe t'i bëhet më e shishme, tamam një pogaçe tradicionale. Besoj se mjaftueshëm e kam lyj me gjallë. E marrim një foli najloni, ja vendosim sipër dhe sipër folisë një pecetë kuzhine. E lajmë kështu që të zbutet dhe të ftohet njëkohësisht dhe do jetë gati për konsumim. Pogaçja është ftohur, është gati për konsumim. Syfyri pra është gati dhe fërgesa ka dalë shumë e mirë. Ta ndajmë një pjesë të pogaçës dhe ta shihni se si ka dalë. Ka dalë vërtet shumë e mirë. Është e butë si pambuku pogaçja. Shihni se si ka dalë një pjesë e pogaçës, vërtet ka dalë shumë e mirë, ja dhe si duket, ja dhe fërgesa si ka dalë. Besoj si u ka pëlqyer mënyra
Motra dashura se si përgatis unë si fyr tradicional, gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, Zoti ju lecoft ditën e agjerimit, mirëmbëjtjen nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.